Së pari, takimin që do ta kemi në zyrën e presidentes, aty besoj që do të diskutohet tema për cilën jemi ftuar, e kjo është hapat e më tutjeshëm, me qenë se në tentimin e parë nuk u arrit formimi i qeverisë së re. Dhe unë dua të shkoj me konstruktivitet dhe optimizëm aty. Nuk kam arritur ta ndjek nga afër mbledhjen e djeshme të Kryesurisë së Kuvendit, por mua më vjen mirë që deputetët e Republikës Kosovës, të legjislaturës së 9, tashmë kanë shtëpitë e tyre. Veç se kjo shtëpi duhet të funksionoj. Nuk mjafton ta kesh, duhet edhe të funksionoj, të operacionalizohet. Funksionimi i kuvendit nënkupton formimin e komisioneve parlamentare. Unë nuk e kuptoj pse si formojnë komisionet parlamentare. Por edhe njëherë po them, nuk kam argumente të tjera bindëse që janë jashtë logjikës ose racionalitetit, jashtë interesit publik dhe vlerave ligjore e kushtetuese që i ndajmë bashkë.